Video e vogëlushes Luna Marie Eili ka qarkulluar gjerësisht sot në rrjete sociale, pasi në një moment të shkurtër ajo është rrëzuar gjatë lojës dhe ka filluar të qajë. Pamjet kanë prekur shumë ndjekës, të cilët janë mësuar ta shohin Lunën gjithmonë të qeshur dhe plot energji. Rënja ka qenë e leshtë, por mjaftueshëm që vogëlushja të trembej dhe të kërkonte menjëherë përqafimin e prindërve. Në komente, si gjithmonë, pati edhe reagime të shumta nga ndjekës të cilët e duan shumë familjen e Luizit dhe Kiarës. Disa shprehen shqetësim duke menduar se Luna mund të ishte lënduar, ndërsa të tjerë e pan ngjarjen si pjesë të zakonshme të rritjes së një fëmije të vogël. Pamja e saj duke qarë solli edhe reagime emocionale, sepse publiku është lidhur shumë me të. Megjithatë, mes komenteve nuk munguan edhe ata që kritikuan Luizin dhe Kiarën, duke pretenduar se çifti nuk kujdeset mjaftueshëm për Lunën. Sipas tyre, një fëmijë nuk duhet lënë asnjë sekond pa mbikëqyrje. Këto reagime u shpërndan me shpejtësi, duke hapur debat mes ndjekësve. Nga ana tjetër, shumë prindër reaguan duke I vënë gjërat në vendin e tyre. Ata shpjeguan se rënjet e lehta janë pjesë krejt normale e fëmijërisë, madje shpesh ndihmojnë që fëmijët të mësojnë balancën, të rriten dhe të kuptojnë kufijtë e tyre. Askush nuk mund ta shmangë një situatë të tillë, sado I kujdesshëm të jetë. Luizi dhe Kiara gjithmonë janë treguar prindër të përkushtuar, të afërt dhe të butë me Lunën. Mjafton të shikohet mënyra se si ata e mbajnë, e luajnë dhe e mbështesin çdo ditë. Një moment I vetëm nuk mund të përkufizojë gjithë kujdesin e tyre të vazhdueshëm. Të gjithë ata që I ndjekin prej kohësh e dinë sa shumë dashuri ka në këtë familje. Në fakt, vetë videoja tregon se sapo Luna rrëzohet, të dy prindërit reagojnë menjëherë, duke ngritur dhe duke I qetësuar me përqafime. Lotët e saj zgjasin vetëm pak sekonda derisa ajo kthehet përsëri tek loja e saj e zakonshme. Ky është reagimi tipik I një fëmije të moshës së saj. Shumë njerëz e mbrojtën çiftin duke thënë se rënjet janë pjesë e natyrshme e rritjes. Askush nuk mund ta zërë fëmijën për dore 24 orë në ditë. Edhe nëse prindërit janë vetëm pak centimetra larg, një rënje e vogël mund të ndodhë. Kjo nuk tregon mungesë kujdesi, por është krejt e zakonshme. Në fund, debati I krijuar në rrjete sociale ishte më I zhurmshëm se sa vetë ngjarja. Luna u qetësua brenda pak sekondash, ndërsa Kiara dhe Luizi vazhduan ditën si çdo herë, plot dashuri dhe përkushtim për vajzën e tyre. Rënja e vogël ishte thjesht një moment normal I fëmijërisë që nuk duhet trajtuar si skandal.